me pas ato mision që me dhonë këshilla për gjeneratat e reja edhe për mes tyre me eduku një brez. Me pas ndikim. Me pas ndikim pa dyshim. Pozitiv tek mendjet të cilat janë vetë se duke thithur informacione, duke u zhvilluar. Edhe pse tash thëjmë të drejtë nuk është ajo shembull i mësues, po flas figura mësuesit që shka qenë në kohën tonë dhe në ditët e sotme. Fatkeqësisht rrethonat cilat kanë ardhur pas luftës, rrethonat cilat është duke e ndjek bota, figura mësuesit ose mësimdhënësit ka fillu pak me u zbej, po mundohemi sa do kudo që nxënësi me pas ku me u mbështet. Po shohim që nxënësat me kalimin e kohës, sidomos cikli cili i dha në mësim, ku fillojnë moshën adoleshencës, shpeshherë ndoshta nuk e gjeni mbështetje diku dhe mundohna që përveç aspektit mësimor cilat e kena obligative, me kontratë me ndjek mësimet edhe me pas mbështetje që me thonë po, mësues i dashur, e kam këtë problem që s'paku më ja tregu një rrugë që na kena kalu, që me në ndjeka ata neve. Përmende pak më herët Kalimti që figura mësuesit nuk është si që ka qenë më parë. Vërtet. A të diskutojmë pak këtë pjesë dhe si e sheh. Ti vetë ke qenë nxënës, e din çfarë respekti kemi treguar, po themi në të kaluarën për mësuesin, për atë që kemi pas përballë. Tani si duket ka humbur kjo pak. Fatkeqësisht. Për çfarë arsye mendon se ka ardhur pikërisht kjo situatë? Ndoshta edukimi fillon prej shtëpisë. Në një shtëpi edhe mua dhe ty na kanë mësuar që mësuesi është i shenjtë. Fatkeqësisht jo gjithë prindërit, se nëse këshin qenë gjithë atëherë ishim shkatërruar si shoqëri, po një pjesë të prindve thjesht mësuesin e shohin si në farë me armik të nxënësit ose fëmijës të tyre në... Pse ka ardhur që kjo situatë? Ne e kemi të qartë, jemi të vetëdijshëm, po e kuptojmë që nuk është duke shkuar në drejtimin e duhur, apo thjesht ta ketë atë impaktin që ka. Ndoshta është edhe bota po gjenden në një vorbull të tillë që çdo gjëje të vlefshme është duke i humbur vlera. Po themi pak me bën një lidhje të shkurtër me letërsinë epoka postmodernizmit, thotë që është epoka e fundeve të metanarracioneve, domethënë rrëfimeve të mëdha. Edhe mësuesi gjithmonë është rrëfim i madh i cili nuk duhet më prek. Mbase